Përshëndetje këtu nga kantierët e korridorit 8 dhe në ndërkohë disa reagime lidhur me komente interesante për projektin e hekurudhës Kuqezi Durrës-Prishtinë. E para dhurim, ky projekt është prezantuar në çdo fazë të tij, madje edhe në një mbledhje të përbashkët të dy qeverive, kur ishte në nivelin e projekt ides. Pra nuk ka lidhje me zgjedhjet, po me fazën e re, kur konsulentët austriak kanë përcaktuar opsionin e kalimit nga Shkodra përmes Gjakovës në Prishtinë si më të mirin. Prandaj dhe ekipi ynë i përbashkët e ka parë të udhës ta bëjë me dije edhe mbylljen e kësaj faze, sepse jeta vazhdon. E dyta dhurim se sa do të kushtoj këtë do ta nxjerr projekti i detajuar, i cili përsëri do të bëhet nga një ekspertizë ndërkombëtare e nivelit lartë dhe do të aprovohet nga Fondi Evropian i Investimeve të Ballkanit Perëndimor. Por një gjë është e sigurt, që pa lek hekurudha nuk bëhet dot. Dhe as do mbarojnë këto projekte, këtë fatmirësisht nuk e kanë në dorë ata që vetëm shajnë dhe tallen nga kafenet e Tiranës apo të Prishtinës, po e kanë në dorë ata që projektojnë dhe punojnë në llogoren e të ardhmes. Erzen Rudin që të merremi vesh. Programi i hekurudhave është një pako e re dhe tërësore, të cilës i ka ardhur koha tani më, dhe e cila është hapur me Tiranë Rinas Durrësin, ku puna po shkon drejt përfundimit. Por çka duhet ta dini për kulturën tuaj të punëve në këtë vend, që më duket shumë e kufizuar, dhe pastaj talleni as talleni, kjo është puna juaj, drejta juaj, është fakti se vonesa dhe fillimi të punimeve në atë hekurudhë kanë qenë të lidhura me pozicionin ende të dobët të Shqipërisë deri para ca vitesh, kur ende nuk na merrnin shumë seriozisht. As BE-ja, as bankat e saj zhvillimore, të cilat janë burimi i financimit të pakos së hekurudhave përmes Fondit Evropian të Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Sot është një histori tjetër. Dhe prandaj jemi në procese të avancuara me hekurudha Durrës Hanihotit, ku nis puna brenda aktiviti, Durrës Rrogozhin dhe pastaj, ose Rrogozhin Porgades dhe pastaj Durrës Rrogozhin, hekurudha e korridorit 8, apo Durrës Fier dhe Fier Vlorë. Të gjitha këto nisin me radhë njëra pas tjetrës, po jo më vonë se në 2030, të tëra janë në procese ndërtimi të ndryshme. Dhe në fillimin e dekadës tjetër, do jenë të tëra në punë dhe të dy ju do keni mundësi të shfrytëzoni edhe trenin. I dashur Eridion, çdo vepër e re publike nis ka një ëndër. Pastaj bëhet plan. Pastaj plani bëhet projekt 3D dhe pastaj projekti 3D kthehet në vepër. Për i të vërtetë mendoja që s'ka më njerëz që vazhdojnë me këtë avazin 3D, se ne kemi treguar që 3D tona janë thjesht hallka e parafundit e realizimit të një ëndre dhe e kthimit të saj në realitet. Po e pas kam pasur gabim dhe shqyr në fakt se na duhen hudhra si ti, dashur mik, për të mos pasur më shumë probleme sa duhet dhe sa mundet me syrin e keq, ndërkohë që Shqipëria 2030 po merr formë dita ditës, me shumë ëndra, me shumë punë dhe patjetër edhe me shumë durim, se përveç të gjitha tjerave duhet dhe durim ekstra për të përballuar ty dhe shokët e tu.